Shtartë Kosovës që e dini që Aleanca për Armërinë e Kosovës garon në 5 komuna në balotazh, në Gjakov me kryetarin Ardian Xhini, në Ravec me kryetarin Smaj Latifi, në Suarek me kryetarin Balim Muharremaj, në Klin me kryetarin profesor Zenon Elezaj dhe po ashtu në Junik me kolegun ton Agron Kuqi. Nga dhënat që i kemi nga shtabet tona zgjedhore, mund t'i ndaj disa dhëna të cilat mendoj janë të rëndësishme për publikun dhe qytetarët që sot e ndjekin këtë ditë feste për Kosovën. Informatat tona tregojnë se mbarvajtja e procesit zgjedhor deri më tani ka kaluar mirë, pa ndonjë ekses theksuar dhe po ashtu ajo që kemi parë deri në këto orë që po flasim, kemi parë një dalje të vogël në krahasim me raundin e parë të zgjedhjeve, dikun rreth 21%. Dhënat nga komunat po ashtu tregojnë se kanë pas disa ankesa që janë ndërlidhur kryesisht me votimin e personave me aftësitë kufizuara, të cilat ne i kemi raportuar tek Komisioni Qendror Zgjedhor, respektivisht tek përfaqësuesi i zoti Muharrem Nitaj, i cili ka adresuar për shkak se ka pas disa probleme me votimin e asistent, ndërsa në orët e fundit, po ashtu kemi vërejtur një defilim të zyrtarëve që kanë funksione shtetërore, e cilët kanë kaluar në qytete të ndryshme dhe të cilat me një formë apo tjetër kanë ndikim. Kërkesa jonë si subjekt politik është shumë e thjeshtë. Kjo është një ditë feste. Kjo për Aleancën do të jetë me të vërtetë një feste e madhe, për shkak se do të jetë një ndër fitoret më të mëdha politike dhe një fuqizim dhe rikthim i fuqishëm i Aleancës në skenën politike. Mos ta prishim në këto orë përmes defilimit dhe mekanizmave shtetëror një festë që është bukur e madhe dhe shumë e rëndësishme. Nga këtu, nga selia e Aleancës për Armërinë e Kosovës, i ftojmë gjithë qytetarët e Kosovës ta dhënë kontributin e tyre më të madh në demokraci, për shkak se dalja në zgjedhje, marrja pjesë dhe votimi, vota e secilit prej nesh, pasi dyshim është momenti i gjykimit për secilin prej nesh, po mirë po edhe kontributi i secilit qytetar. Andaj ftojmë secilin qytetar të shfrytëzojnë këto 3 orë që kanë mbetur, të dalin dhe të votojnë. Po ashtu i ftoj edhe kolegët tonë që të mobilizohen. Ne jemi këtu në seli për çfarëdo informate dhe jam i bindur se për gjithë ne ky do të jetë kontributi më i madh. Sot Kosova do të ketë një ftesë, do të ketë një verdikt demokratik, le të jetë ai me të vërtetë i lirë dhe demokratik. Na prift e mbara dhe ju prift e mbara edhe ju.